58.000 spektatorë do të ndjekin nesër ndeshjen mes Shqipërisë dhe Polonisë. Është stadiumi kryesor i Varshavës, një nga stadiumet në fakt shumë të bukur kudo në Europë, i gjithë i mbuluar, poshtë është duke zhvilluar stërvitja e ekipit kombëtar të Shqipërisë, ndërsa sipër është tabela Welcome për Shqipërinë. Janë minutat e para kur Silvinjo ka lejuar edhe kamerat filmojnë, as celularët tonë nuk lejohen më pas të filmojnë, ndërkohë që nesër do të ketë një prani shumë fort të tifozërisë polake dhe 3.500 bileta shqiptarësh, por ndërkohë kanë britur shumë shqiptarë, është duke u folur tani, kanë britur shumë shqiptarë nga pjesët e Europës, pjesë ndryshme të Europës, të cilët me pasaportat huaja mund të ulen dhe të tifozët polak. It will last for 15 minutes. Then we will kindly request Albania to leave the pitch. Thank you. Është njoftimi që vetëm 15 minuta mund të lejohen kamerat, pastaj duhet largohen. Shiheni se çfarë stadiumi këtu Shqipëria do të luajë nesër ëndrrën e saj më të madhe në 96 vjet të Federatës Shqiptare të Futbollit. Shiheni çfarë stadiumi.